shtabit. I cilës anës, je pror i cilës anës? Unë kam qenë efektiv i shtabit për gjithë shumë. Njësia Fenix, kam qenë edhe komandan një njësisë Fenix. Kam marrë pjesë shumë projekte të shtabit për gjithë shumë. Që na në shtator, me 20 shtatori me fut me një njësit të Ramushit. Një njësit të Ramushit me fut me 20 shtatori me fut Kosovë. Do të ti po mi vërteton që ti jeri këthy. Po të tregoj me 20 shtatori me rikëthy. Po edhe të Ramushi, pse edhe natë që ta pak që mi koni, janë shku të Ramushin, një 2-3 vetë kemi vetë me organizu tu, po kur kanë shku e alla ta dhe krejt atje Ramushi ka qenë me 7-8 ushtarë. Pastaj s'ka në ardhë ta krejt. Kush i ka dizertu Bashkë kjo me 7-8 ushtarë, ma te për që është bo për populizëm i smet, se vërteta që kur s'ka met me 7-8 ushtarë Ramushi, po që i vynë politikës me qitë vetën, do thotë Rambo, e me qitë dëgja, bo, unë kam qenë edhe present kur i kem për cilë 50 ushtarë në dim, do thotë për Ramushi. Ramushi nuk ka dalë, nuk ka ikë. S'ka ikë, sa ju dot me me qendra. Kush ka dezertu Ramush Radinja? Kush e ka dezertu, ka qenë ajo mos marrëveshje. Ajo mos marrëveshje me Farkun. Ky debat me Farkus. Dë më onë ju po pretendoni për ta ishtë... Tahir Sinan, e ka shu Tahir Sinan. Jo Tahir Sinan, Tahir Zemaj, kur e ka shu frontin Tahir Zemaj, aty ka qenë dështimi Po, dë më onë, po. Deshta me po Basri, edhe një pyjti shkurtimisht. E përmeni Basri më herët që tha Kadri Veseli, realisht që shtu tha, i ka për zonë ata që ka norë me gjihadista. Ju e një taku, dë më onë me... Që unë për të regoj, që ta që... Me ish presidentin Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Që ta që aj për të regon që i ka përzon, po që ta janë larguar dhe s'janë lejuar, tash, për të regoj s'janë lejuar, mo me marë pjesë në luft UÇK-s, prej nëndorit. Mas vramës tonit edhe micit, edhe për para kanë qenë OSBE-ja pa armatosën. Edhe OSBE-ja pa armatosën kanë qenë vëzhgus, ndërmes forcave sërbe, ndërmes populatës civile dhe ndërmes UÇK-s. Edhe ata kanë hetu, kanë qenë ndërkombëtarë të perëndimit, kanë qenë generalet luftës me përvojë shumë vjeçare. Edhe ata kanë nisë me hetu UÇK-n, se mos është UÇK-ja ushtri e fesë, ushtri që mbron fe, që lufton për fe. Edhe në atë moment, prej nëndorit, shtabi përgjithshëm, kalon urdhën, dhe ne i kemi përcjell prej retijës Rahovesit, i kena përcjell shumë që ta që kanë qenë hoxhallar ta. Ju jeni taku po. Deshta me dorë te ish presidenti Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Kanë qenë ata kundra fejes, kështu domethënë. Jo. Keni pas takime. Tash ata kundër fesë nuk kanë qenë. Unë prapë them kështu me siguri të plot, kështu me bindje të plot temën që shumica e shqiptarëve, e kombit shqiptar janë fetar. Shumica janë fetar. Çfarë besimi kanë? Po janë fetar. Tash a e predikojnë fenë, a e respektojnë fenë, a e kryjnë ritualet të fesë, aty janë pakica. Aty janë pakica. Do më thënë si praktikus të regull të fesë, janë pakica. Mirë po, a janë fetar, me bo mi thënë, edhe ortodoksit fetar, ti si e fetar, me thënë, edhe krishterit katolikut mi thënë, edhe hajvërot mi thënë, që si e ti s'ke zot. Po edhe muslimanit mi thënë, ne jemi fetar shumica, ama praktikus të fesë, si mas kërkesave zotit, jemi pak. Se i kam do më save shumë special. Do ta respektoj kohën. Unë kam njoft edhe një personalisht. Edhe ish presidentin? Edhe ish presidentin, edhe Kadrin, edhe Jakupin, edhe Regjen gjithë. Unë uroj që sa ma shpejt të dalin ata përhale që po ballafaqohen pa drejtësisht si rezultat edhe i kontestit mrekullim që ka ndërë politikë në Kosovë këtu, po dhe kryesisht si rezultat i presionit që ka bo Serbia, mi bashkësi ndërkombëtare dhe shpionazhet që ka shtri për Kosovë dhe narratives që ka ndërtu kundër UÇK-s. Tash,